Për përgatitjet e seancës konstituive të Kuvendit, kryeparlamentari Glau Konjufca mblodhi në takim përfaqësuesit e partive politike. Në këtë mbledhje që nuk zgjati as 30 minuta, u diskutua vetëm për çështjet procedurale që përfshin vendet e partive në sallë dhe caktimin e rendit të ditës, që parasheh formimin e komisionit për verifikimin e mandateve të deputetëve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit dhe të nënkryetarëve. Ndonse seanca do të mbahet një javë pas të martën e 15 prillit dhe Kuvendi konstituohet vetëm pas zgjedhjes së kryetarit, Konjufca tha se vetëvendosja si subjekti më i madh ende nuk e ka emrin e kryeparlamentarit. Nuk tregoi as nëse i ka votat e sigurta për zgjedhjen e tij. Ndërkaq për formimin e qeverisë tha se vetëvendosja nuk e bën dot vet. Qëllimi ynë ka qenë me vazhdu një qeverisje siç e kemi, mundësisht pa parti tjera opozitore. Dhe pastaj ti e merr rezultatin e zgjedhjeve edhe e sheh që nuk e mujt me arritë atë qëllim. Kjo është demokracia. Ke pasti qëllim, nuk e mujt me arritë atë qëllim. Dhe pastaj e modifikon rrugën. Nuk është kur fare, nuk është mëkat kjo në demokraci. Prej partive të mëdha, vetëvendosja i ka bërë ftesë për të diskutuar për koalicion vetëm LDK-s. Konjufca tha se kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pasur një qëllim pse e ka ftuar para PDK-s. E nënkryetaria e vetëvendosjes Albulena Haxhiu tha se nuk përjashtohet mundësia që deri të martën e ardhshme të ketë përpjekje edhe për takime të tjera. Sipas saj nuk mund të ketë qeveri pa partinë që ajo i përket. Qeverin mund të bëj lëvizja vetëvendosje dhe në anën tjetër nuk mendoj që mundet opozita të bëj qeverin si e vetme. Prandaj duke qenë kështu, o e bëjmë qeverin ne, o shkojmë zgjedhje. Dhe ne jemi të interesuar që ta bëjmë qeverin dhe unë jam e bindur që qeveria do të bëhet. Por nënkryetaria e LDK-s Doar Sakica Xhelili tha se kjo parti nuk i ndryshon qëndrimet që i ka mbajtur para e pas zgjedhjeve. Mes partisë së saj dhe LVV-s tha se është një mur i palëvizshëm. Një parti politike në Kosovë e ka shfaqur sheshit një hendek shumë të madh me lëvizjen vetëvendosje. Hendek ky i cili u shndrua më pas në një mur të palëvizshëm pas zgjedhjeve, jo vetëm për shkak të diskursit të kryeministrit të vendit, por në përgjithësi për shkak të mënyrës se si ai ka qeverisur me Republikën e Kosovës në këto 4 vite. E përfaqësues të PDK-s thanë se para një koalicioni me LVV-n, opsione kanë bashkëpunimin me opozitën e deritanishme. Si opozit, kemi thonë se përket formimit të qeverisë, i takon partisë e cila ka dalë para, që të krijoj, ta ketë aftësinë, bashkëpunimin, komunikimin, të krijoj qeverinë. Në qovë se nuk arrin, është obligim institucional i partisë dytë, opsionet janë brenda partive opozitore. Seanca e 15 prillit është caktuar nga presidenti Vjosa Osmani dhe do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari nga LVV dhe deputetja më e re Sala Jashari që i përket PDK-s.